Ju një gjatë tjeta, nëse mendoni se bota po rrotullohet rreth diellit, jeni duke u gabuar. Sot bota rrotullohet rreth dy tavolinave. Njëra në Pekin, ku Donald Trump dhe Xi Jinping po luajnë një poker gjeopolitik me fatet e botës, dhe tjetra në Tiranë, ku Edi Rama dhe Sali Berisha sapo kanë firmosur paqen dhe puthjen më të pisët të dekadës. Sot do t'ju çmontoj shumë shkurt teatrin e madh të kukullave të Tiranës. Ndërsa presidenti Amerikan Donald Trump zbarkon në folen e dragojt për të ndalur parat që Irani përdor për të vrarë ushtarët Amerikan, këtu në shtëpinë tonë armiqt e përjetshëm janë dorëzuar para një frike më të madhe se populli. Frika nga drejtësia që Berisha mendon se e kontrollon Rama, po pse u bën bashkë pikërisht tani? Çfarë fshihet pas rezolutës Demek për Europën, që në fakt është një litar në fyt për spakun? Dhe si po e përdorin këta dy ustallar të vjetër vakumin e Amerikës dhe të Europës për të siguruar pushtetin e tyre deri në vitin 2030. Do t'ju tregoj sonte provat e një deja vu-je të përgjakshme që nga 2008 e deri tek amnistitë e sotme. Do të zbulojmë shkurt pse mbështetësit e Trump në SBA po ulërin dhe i thon Trumpit mos shkojë në Pekin, ndërsa në Tiranë mazhoranca dhe opozita po hanë të njëjtën çorb integrimi, duke shpresuar se bota është shumë e zënë me luftra për t'i parë duart e tyre të zhytura tek xhepat e shqiptarëve tek puthja dhe pazari i Ramës. Shtrëngoni ripat fort, nuk do t'ju tregoj lajme, por do t'ju bëj radiografin e një tradhtie të dyfisht. Kush do të mbytet i pari në këtë betejë? Durimi, Washingtoni, Pekini apo ju? Fillojmë tani. Mirë se vini në Tiranë, vendi ku ligji i gravitetit politik nuk ekziston. Vetëm një javë më parë rrugët dhe bulevardi i Tiranës digjej. Akuza për narkoshtet, kapje drejtësisë dhe diktaturë fluturonin si plumba qorr drejt kryeministrisë. Sot kemi unitet kombëtar mes Ramës dhe Berishës. Edi Rama dhe Sali Berisha, dy arkitektët e tranzicionit vrastar të pambarimt, kanë gjetur sërish dashurinë jo për ju, jo për bukën, por për një cop letër që quhet Rezoluta për integrimin europian. Ndërsa Donald Trump ka zbarkuar në Pekin për të ndarë botën me Kinën, dhe bota po drillet për fatin e NATO-s dhe lindjes së mesme, ustallarët e Tiranës sapo kanë gjetur momentin perfekt të harresës globale për të bërë pazarin e tyre të radhës. Tani, të bëjmë pak anatomin e një puthje të vjetër, as pak të re dhe provat e bashkëpunimit mes çiftit Rama-Berisha për të gjithë të gënjerit. Mos u çuditni, ky nuk është një aksident, është një deja vu. Kujtoni vitin 2008, kur këta të dy ndryshuan kushtetutën brenda natës, për të vrarë garën dhe për të bërë të dy mbretër të partive të tyre, dhe aty lindi Republika e Kryetarëve. Sot, fatkeqësisht historia përsëritet. Berisha bërtet nga bulevardi me Molotov kundër spakut të Ramës, por deputetët e tij ulen me njerëzit e Ramës për të shkruar rezoluta. Kujtoni votimin e fundit për amnistin? Rama kishte nevojë për vota, Berisha kishte nevojë për liri për njerëzit e tij, dhe u bën bashkë, u puthën. Loja është kjo. Ne grihemi përpara kamerave që populli të ketë me çfarë të merret, dhe puthemi pas tyre që pushteti të mos ta ikë nga duart. Tani preteksti është bashkimi evropian. Kush mund të dalë kundër Europës? Askush. Dhe nën këtë ombrell të shenjtë europianiste fshihet dhe pislëku më i madh kundër shqiptarëve. E janë ta zbërthejmë pak rezolutën se ku fshihet laku dhe pislëku Rama Berisha. Ti zbardhin pak pikat e këtij dokumenti historik në ndritën e hollë të investigimit, siç e bëjmë gjithmonë. Forcimi i kontrollit parlamentar ndaj institucioneve të pavarura. Pika numër 1. Si përkthehet kjo? Ky është kodi për t'i vënë spakut fre. Kur PS dhe PD thonë kontroll parlamentar, ata nënkuptojnë si mund t'i thërrasim këta prokuror në komisione dhe t'u kërkojmë llogari se po na arrestojnë njerëzit.
është një presion i koordinuar për të thënë se parlamenti, pra Rama dhe Berisha, është mbi drejtësinë, kështu që mos gaboni të çoni fleta arresti. Garantimi i pjesëmarrjes së plot të opozitës. Kujdes, pika 2. Si përkthehet, Rama i jep Berishës vullën e opozitës vërtet, duke e njohur si partner negociues. Në këmbim çfarë Berisha i jep Ramës stabilitetin që kërkon Brukseli. Një shkëmbim dhuratash dhe puthjesh mes dy armiqve që kanë nevojë si vdekja për njëri tjetrin që të mbjetojnë të dy. Dhe pika 3, reforma zgjedhore sipas rekomandimeve. Si përkthehet kjo? Do të bëjmë një reformë që ruan listat e mbyllura dhe vret çdo lloj partie të re. Ata duan të sigurohen që në 2025 askush mos u hyj në mes të pazarit të tyre 20 vjeçar prej 2008-s deri sot. Ndërkohë, shikoni ku jemi. Bota po riformatohet, Trumpi është në Pekin. Ai nuk do t'ja di fare për rezolutat e Tiranës, po flet për tarifa, për tregti globale dhe për një NATO që mbase nuk do të ekzistojë më në formën që e njohim deri tani. Europa është në panik, Gjermania është në krizë ekonomike, Franca po ha vetveten. Steinmeier sapo dha dorëheqje në Angli dhe në këtë moment dobësie totale të Brukselit, Rama dhe Berisha shesin për rrallën e integrimit mashtrimi më i madh. Ata e din që BE-ja është e zënë me hallet e veta dhe do pranoj çdo lloj stabiliteti fasad për Ballkanin, vetëm mos na grisni, mos na hapni probleme. Ata po përdorin vakumin amerikan për të betonuar pushtetin e tyre lokal në Tiranë. Trump po ndan botën me Kinën, ndërsa këta tanët po ndajnë të drejtën për të vjedhur, grabitur dhe shtypur në siglën e yjeve të verdha të Bashkimit Evropian që s'dihet a do të jetë më. Kjo rezultat nuk është për ju, nuk është për rrugët, as për spitalet, as për hapjen e kapitujve të Europës, harrojeni. Kjo është një kontratë sigurimi jetese për një klasë politike ordinere, që ndjen rrezikun e drejtësisë dhe të ndryshimeve globale që po vijnë nga të gjitha anët. Rama dhe Berisha janë bërë bashkë sepse kanë frikë. Kanë frikë se mos bota ndryshon aq shumë sa ata nuk do të jenë më të dobishëm për të. Kanë frikë se mos drejtësia harron kontrollin parlamentar dhe troket me njëherë tek dyert e tyre të blinduara. Dhe kështu, me ironinë më të thellë, ata që shanin njëri tjetrin për vdekje, Rama dhe Berisha, sot ngren gotat për Europën, por mos u gënjeni, kur shihni Ramën dhe Berishën duke rënë dakord, dijeni se dikush tjetër po e paguan faturën. Dhe ai dikush tjetër je ti. Europa nuk arrihet me rezoluta pazarash. Europa arrihet kur politika që nuk bën më ligje për të mbrojtur vetëm Tiranë, por për të mbrojtur Shqipërinë. Por në Shqipëri, europianizmi është thjesht emri i pazarit të vjetër. Kjo është ajo që na kanë mashtruar për 34 vjet. Shkojmë pak tek bashkëudhëtarët e rrezikshëm, tek Trumpi në Pekin, sepse atje i ka syt e gjithë bota. Ndërsa rrotat e Air Force One preken pistën e Pekinit, pyetja është nuk është çfarë do të thonë, por kush do ta thyej i parë. Donald Trump mbërrin në Kinë 2026 jo si turist, por si një lojtar bixhozi që ka vendosur gjithçka në tavolinë. Por sipas tij, në Washington, skifterët e mëdhej pro Trumpit kanë nisur britmat dhe ulërimat. Nuk duhet të shkojë tani në Pekin. Përse mbështetësit e tij më besnik kanë frikë nga vizita e Pekinit? Sepse në gjeopolitik, të ulesh në darkë me atë që paguan vrasësin tënd, që është Irani, ose është lëvizje gjeniu, ose është vetvrasje politike e Donald Trump. Zbresim pak në detaj. Pse tip insights dhe skifterët e sigurisë po kërkojnë shtyrjen? Prova është në det, ndërsa Trump përpiqet të mbys ekonomikisht Iranin, Kina po i jep frymëmarrje artificiale. Çdo fushi i naftë që Pekini blen nga Teherani është një plumb më shumë në automatikun e milicive
shiite që godasin bazat amerikane në vendet e gjirit dhe atje në ngushticën e Hormuzit. Pekini nuk po luan ndershëm, thonë ata. Ata që të ftojnë për çaj në Pekin ndërsa paguajnë faturat e luftës që po të konsumon djemt amerikan dhe municionet në gjirin persik, po të bëjnë dhe të kanë futur në një lojë të rrezikshme. Senatori Mark Kelly tha troç, jemi të lodhur. Shumë arkivol janë kthyer në shtëpi, municionet po na mbarojnë. Për demokratët, Trump po shkon në kin nga një pozicion dobësie, një lider i lodhur nga lufta dhe që po shkon në Pekin për të kërkuar rrugë dalje. Por pritni dhe pak. Nëse dëgjoni krahun tjetër, Ben Shapiro dhe konservatorët, panorama ndryshon 180 gradë. Ata po thonë Trump nuk është ai që po mbytet. Ky është një iluzion. Është Xi Jinping ai që po mbytet. Shikoni të vërtetën pas murit kinez, sepse duhet të shikojmë të gjitha anët e medaljes. Ekonomia kineze po ndalohet, thot Shapiro, si një motor pa vaj. Demografia, popullsia kineze po plaket më shpejt se sa pasurohet, ndryshe nga që ishte menduar. Programi të lindin vetëm një fëmijë në Pekin ishte i rrezikshëm. Energjia Kina varet nga Hormuzi. Nëse ai mbyllet, Pekini fiket brenda 2 javësh, pra nëse mbyllet Hormuzi. Par nga kjo perspektiv, Trump po shkon në Pekin si përmbaruesi. Ai e di që Kina ka më shumë nevojë për Amerikën se sa Amerika për Kinën. Por ai po shkon të thot ose disiplino Iranin ose shiko se si do të shëmbet perandoria kineze. Ky është një moment jashtëzakonisht i vështirë dhe i rrezikshëm. Historia ka një sens humori shumë të zi. Autori i këtij debati kujton vitin 2008. Bush ishte në Pekin duke qeshur në tribuna. Në ato moment Putini pushtoi Gjeorgjin. E mbani mend? Ju që keni memoren e mbani mend. Cili ishte mesazhi? Kur liderët botror shpërqendrohen nga spektaklet diplomatike, bishat e tjera lëvizin dhe pyetja që është sot, ndërsa Trump dhe Xi Jinping janë duke ngrënë darkë kush po lëviz në hije. Teherani, Moska apo ndoshta Pekini po përgatit goditjen tjetër, ndërsa ne shohim shtrëngimin e duarve, trokitjen e gotave atje në darkë. Shahmat apo bllokim. Kjo është një lojë me kohën shumë e rrezikshme. 3 rrugë dhe një fund i sigurt. Skenari 1, Trump e bind Xi Jinping, Kina tërhiqet nga Irani për të shpëtuar ekonominë e saj dhe dalim me një fitore bombë për Washingtonin. Ky ishte skenari numër 1. Skenari 2, Xi Jinping luan me kohën, ai e sheh Trumpin si të lodhur nga lufta e Iranit dhe të lodhur politikisht, jep premtime boshe dhe pret që zgjedhjet e ardhshme në midterm të shkatërrojnë stuhin Trump dhe ta rrëzojnë për tokë. Skenari 3, spektakli i zakonshëm, buzëqeshje, përqafime për kamerat, asnjë ndryshim real. Irani vazhdon presionin, Kina vazhdon blerjet, Amerika vazhdon të digjet në 2 fronte, në Iran dhe në Ukrainë. Kush do të rezistoj më shumë në këtë lojë të rrezikshme? Gjeopolitika moderne nuk është më diplomaci, duhet ta kuptoni, është një betejë e fortë durimi. Amerika ushtron presion me teknologji dhe me tarifa. Kina ushtron presion me dominim industrial. Irani ushtron presion duke kërcënuar dritat e botës. Rreziku i vërtet i këtij samiti nuk është dështimi i tij. Rreziku është se të 2 palët ndihen aq të forta sa besojnë se mund të rezistojnë më gjatë se pala tjetër nën ujë pa marrë frymë. Por problemi me lojërat e durimit është se dikush gjithmonë e lëshon mushkëria të parin. Kush po e mban frymën më gjatë? Kush do ta mbajë më gjatë? Washingtoni apo Pekini? Po, ju që po na dëgjoni, ndërsa Trump dhe Xi Jinping po ndajnë globin si një pashallëk i ri, këtu në Shqipëri, Rama dhe Berisha e ndan lirin tuaj mes njëri tjetrit. Unitet kombëtar për Europën, ironi më të fortë dhe më të pisët nuk ka parë bota. Nuk ka më
pazari juaj skuqja jon, është një gënjeshtër e vjetër. Ky është pazari yt, o shqiptar. Ju po votoni për sklavërin tuaj, duke u shitur si kur votoni për lirin, po e pranoni litarin, sepse ju pëlqen ngjyra e yjeve të BE-s që po ai pikturojnë përsipër dy gënjeshtar. Ja serioziteti. Po e varrosni Shqipërinë në një varr të pashënuar, duke u siguruar që asgjë mos mbetet për fëmijët tuaj, nëse nuk lëvizin. Përveç se një borxhi që nuk do ta paguajnë dot fëmijët tuaj dhe një rezolute pazarësh që u lidh duart. Po jeni ju ata që po e bëni këtë me injorimin dhe neglizhencën tuaj. Zgjohuni, çfarë prisni? Nuk ka asnjë bombë këtu përveç shpërthimit të ardhmes tuaj që nuk do të ekzistojë më nëse nuk lëvizni. Jo, nuk keni nevojë për rezistencë. Keni nevojë për një pasqyrë. Shiheni veten dhe unë dhe pranoni se po mbështesni fundin e kombit duke mbështetur Ramën dhe Berishën. Ka vetëm pazar mes tyre. A jeni gati, shqiptar, ta refuzoni këtë marrëveshje? Apo do të vazhdoni të pini çorbën nga lëngët, nga uji i këmbëve të tyre? Keni Chelsea ose litarin? Zgjidhja është e juaja. Natë e mirë për sonte, merre videon çoja pjesës tjetër shqiptarëve. Nëse mendon se duhet ta dëgjojnë, mbështete kanalin dhe bashkë do të shihemi shpejt. Të gjithë ju të cilët doni të kaloni nga fjalët në veprim, tek komenti i parë i pinuar dhe tek kutia e përshkrimit poshtë, gjeni linkun me të cilin mund t'i bashkoheni përpjekjeve tona për t'i dalë zot vendit. Natë e mirë për sot.